Pronari I klubit, edhe pse ka qenë I vetëdijshëm që nuk I plotson kushtet, I ka dhënë para një të punësuari në Ministrinë e Ekonomisë që t'i jepet licencë falsifikuar për punën në diskotekën Puls, tregojnë informacionet nga hetimi për tragjedinë. Това против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп. Të dyshuar janë 3 bashkëpronarët e klubit. Megjithatë, hetimi për tragjedinë përfshin edhe ish ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshin, ish sekretaren shtetërore Razmena Çekić dhe më shumë të punësuar në ministri. Сите тие со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита. Lëshime ka bërë edhe ish drejtori I Inspektoratit Shtetëror të Tregut Goran Trajkovski, paraardhësi I tij dhe 3 inspektor të tjerë. Во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице, за да утврдат дали има важечка лиценца. Hetimi I ka përfshirë edhe 3 kryetarët e Koçanit, Ratko Dimitrovski, Nikol Çoiliev dhe Lupço Papazov, si dhe ish drejtorin e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период Општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски обиш. Kocevski paralajmëroi hetim të shpejtë. Prokuroria kërkon paraburgim 30 ditor për të gjithë 27 personat fizik, ndërsa për pjesën më të madhe të tyre tashmë ka marrë dritë jeshile nga gjykata. Në paraburgim tashmë janë edhe policët nga Shtipi dhe Koçani, të cilët kanë dhënë mendim pozitiv për punën e klubit, kështu që numri I përgjithshëm I të akuzuarve tani është 34. Procedurë udhëhiqet edhe kundër personave juridik, vetë klubin, Agjencinë e Sigurimit si dhe kompaninë që e ka përgatitur projektin bazë për riorientimin e objektit, edhe pse sipas ligjit kushtet nuk janë plotësuar. Nga ana tjetër, ata që e kanë siguruar klubin nuk kanë vepruar sipas planit dhe vlerësimit të sigurisë, nuk kanë penguar futjen e mjeteve piroteknike dhe e kanë tejkaluar kapacitetin, njëkohësisht edhe me të mitur.